Zjarri për masave të frikshme përfshiu mbrëmjen të shtunës malin e Krujës, flakët u përhapën me shpejtësi duke i afruar banesave dhe duke detyruar 10 banor të largoheshin nga shtëpitë. Për orë të tëra, zona mbulua nga flakët, tymi dhe terri, ndërsa banorët e kaluan natën në rrugë, larg banesave të tyre, mes frikës për jetën dhe pasigurisë për pronat e tyre. Forcat zjarfikse dhe strukturat e emergjencave u përballën me flakët gjatë gjithë natës, duke ndërhyrë për izolimin dhe shuarjen e vatrave. Tashmë situata është nën kontroll, ndërsa vijon monitorimi i zonës për të parandaluar riaktivizimin e vatrave të zjarrit. Fatmirësisht, nuk pati persona të lënduar dhe as banesa të djegura. Nga zjarri është shkrumbuar vetëm një magazin. Flakët dogjën sipërfaqe të mëdha me bimësi dhe ju afruan rrezikshëm fshatrave. Ndërkohë në prangë është vënë autori dyshuar i zjarrvënies, i cili kishte ndezur barishtet pranë shtëpisë së tij, por zjarri doli jashtë kontrollit dhe u përhap, duke rrezikuar banorët e Krujës. Ditët e fundit janë shfaqur zjarre në disa zona të ndryshme të Shqipërisë, përfshirë edhe Krujën. Ndërkohë, sipas një njoftimi të Institutit të Gjeoshkencave të Shqipërisë, në disa qytete edhe sot vijon të jetë i pranishëm rrezik i lartë për zjarre.